Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Herën që kaloi vëllezër nderuar, kemi hyrë në shpjegimin e këtij libri të bekuar ku autori Allahu mëshiroft ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Thot autori Allahu mëshiroft, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot, dije Allahu të mëshiroft se ne e kemi obligim të mësojmë 4 çështje. Kemi folur në lidhje me fjalën Bismillahirrahmanirrahim. Pra, në lidhje me fjalën me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Se shkurtimisht kësaj fjale i thuhet besmele. Ndërsa fjalës elhamdulillah i thuhet shkurtimisht hamdele. Në lidhje me besmelen folëm për 3 çështje. Çështja e parë ka të bëjë me argumentet mbi të cilat është bazuar autori në fillimin e librit me besmelen. Çështja e dytë, pse autori është mjaftuar në fillimin e librit me besmelen dhe nuk ka përmendur pas tij hamdelen, pra fjalën elhamdulillah. Çështja e tretë është sqarimi i fjalës së fshirë, por që është e nënkuptuar në fjalinë Bismillahirrahmanirrahim, pra me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm mëshirëplot. Sa për çështjen e parë, që ka të bëjë me argumentet mbi të cilat është bazuar autori në fillimin e librit të tij me Bismillah, me besmelen, kemi thënë se fillimi me besmele është diçka e pëlqyeshme, është mustahab, bazuar në 4 fakte. E para është fakti që Kur'ani fillon me besmele, pavarësisht nëse themi se ajo është ajet prej surës Fatiha apo është ajet më vete. E dyta është fakti që letrat e profetit sallallahu alaihi wasallam fillonin me besmele. Dhe për këtë gjë kemi cituar fjalën e Imam Ibn Hajar al-Asqalanit, Allahu mëshiroft, ku ka thënë se ka mbledhur të gjithë letrat e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka dalë në përfundim se të gjitha kanë filluar me besmelen. E treta është fakti që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi dhikri llahi fa huwa aqta'. Çdo që është më rëndësi që nuk fillon me përmendjen e Allahut, me dhikrin e Allahut, është e mangët, është e cunguar, pra e papërgjeshme. Dhe nuk ka dyshim se besmele, fjala Bismillahirrahmanirrahim, është prej dhikrit të Allahut. E katërta është fakti që libri është diçka që lexohet, e kurse Allahu i plot fuqishëm ka thënë: Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Sa për çështjen e dytë, që ka të bëjë me atë se autori Allahu mëshiroft është mjaftuar me fillimin e librit me besmelen dhe nuk ka përmendur pasi hamdelen, për këtë kemi thënë se kjo është një metodë ndjekur nga shumica dietarëve të hershëm të Islamit. Imam Maliku në Al-Muwatta, Imam Ahmedi në Al-Musnad, Imam Bukhariu në Sahihun e tij, Imam Abdurrazzaku në librin e tij Al-Musannaf, Imam Abu Daud në As-Sunan, e shumë për dietarët e hershëm kanë filluar librin e tyre vetëm me Bismillahirrahmanirrahim. Më pas treguam arsyen pse këta imam janë mjaftuar vetëm me besmelen. Dhe thamë se arsyeja është se ajo që kërkohet në libra është që të fillohet me përmendjen e Allahut, me dhikrin e Allahut. Siç u përmend më parë hadithi ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi dhikri llahi fa huwa aqta'. Çdo që është më rëndësi që nuk fillon me përmendjen e Allahut është e mangët. Dhe kjo arrihet përmes besmeles, me fjalën Bismillahirrahmanirrahim, nga sa ajo është prej dhikrit të Allahut. Prandaj dhe kjo gjë është e mjaftueshme. Gjithashtu mund të themi se arsyeja është se kjo metodë është metoda e profetit sallallahu alaihi wasallam në letrat e tij. Sepse ai sallallahu alaihi wasallam e fillonte me besmele dhe pastaj hynte drejt për drejt në përmbajtjen e letrës që dërgonte, pa filluar me hamdele. Gjithashtu tham se mund të ketë ndodhur që Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, ta ketë shqiptuar hamdelen me gojë pa e shkruar atë. Ta ketë shqiptuar hamdele me gojë pa e shkruar atë, duke bashkuar kështu mes besmeles me shkrim dhe hamdeles me shqiptim. Për këtë kemi cituar fjalën e Imam Ibn Hajar al-Asqalanit, Allahu mëshiroft.
Sa për çështjen e tretë, që është sqarimi i fjalës së fshirë, por që është nënkuptuar në fjalinë Bismillahirrahmanirrahim, pra me emrin e Allahut gjithëmshirshëm më shpëlot, tham se në shpjegimin e besmeles, dietarët thonë se në të gjendet një fjalë që është e fshirë, por që është nënkuptuar. Ajo nënkuptohet nga parafjala me, e cila në gramatikën e gjuhës arabe quhet harf jar. Dhe kjo, sipas gramatikës arabe, lidhet me një fjalë të fshirë, por që është e nënkuptuar. Ky stil në gjuhën arabe është diku e ngjashme me stilistikën në gjuhën shqipe, me termin elips, të cilën e shpjeguan në mësimin e kaluar, dhe dham edhe shpjegime për të. Madje inshallah, gjatë mësimit të sotëm, do të citojmë fjalën e Imam Taberiut, Allahu mëshiroft, ku sqaron ngjashmërinë e kësaj fshirje me termin elips, që është shpjeguar në mësimin e kaluar. Pas kësaj, shtruam një pyetje. Se cila është kjo fjalë që është fshirë e që është nënkuptuar në fjalinë me emrin e Allahut të gjithëmshirshëm më shpëlot. Bismillahirrahmanirrahim. Për këtë u përgjigjëm dhe tham se fjala e nënkuptuar në këtë fjali është folje e vonuar dhe e përshtatshme me situatën. Tham se me fjalën folje përjashtohen klasat e tjera të fjalëve. Pra, fjala e fshirë e nënkuptuar në këtë fjali është folje dhe jo emër, sepse në origjinë vepra është tek foljet. Dhe me që këtu kemi fillim të një veprimi, atëherë folja është më e përshtatshme se sa emri. Kjo është ajo që kanë thënë dy dietarë të nderuar, Sheikh Uthemini, Allahu mëshiroft, dhe Sheikh Sulejman Ruhaili, Allahu ruajt. Megjithatë, disa dietarë të tjerë, sikurse Imam Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, thotë se edhe nëse thuhet se fjala e fshirë dhe e nënkuptuar është emër, është diçka për afërt me atë që thotë se fjala e fshirë dhe e nënkuptuar është folje. Madje të dyja këto kanë ardhur në Kur'an. Thot Imam Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, në tefsirin e tij, vëllimin e parë faqe 182, thot: "Wa minha huna yanqashifu lak أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان." Dhe për këtu thot Imam Ibn Kathiri, dhe për këtu të bëhet e qartë se dy mendimet e dietarëve të gramatikës arabe, lidhur me fjalën e nënkuptuar e pjesës së lidhur me parafjalën me në shprehjen bismillah, pra me emrin e Allahut, nëse ajo lidhet me një emër apo me një folje, janë dy mendime të përafërta. Dhe për të dyja ka ardhur Kur'ani. Sa për atë që thotë se fjala e nënkuptuar është emër, kuptimi është fillimi im është me emrin e Allahut. Fillimi është emër, fillimi im është me emrin e Allahut, bazuar në fjalën e Allahut lartësuar, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Dhe ai, domethënë Nuhu alayhis salam, tha: hipni në të me emrin e Allahut është lundrimi dhe ndalimi i saj. Lundrimi dhe ndalimi, o vëllezër, janë dy emra që në këtë rast janë shfaqur në fjali dhe nuk janë nënkuptuar. Thot Imam Ibn Kathiri në vim, ndërsa ai që thot se fjala e nënkuptuar është folje, qoftë në mënyrë urdhërore apo kallëzore, si për shembull fillo me emrin e Allahut ose filloa me emrin e Allahut, mbështetet në fjalën e Allahut ku ka thënë: "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa." Lexo me emrin e Zotit tënd që krijoi. Pra, fjala lexo është folje në mënyrë urdhërore, që në këtë rast është shfaqur në fjali dhe nuk është e nënkuptuar. Thot Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, wa kilahuma sahih. Të dyja, thot Imam Ibn Kathiri, janë të sakta. Fa inna al-fi'l la budda lahu min masdarin, sepse folja me do mos e ka një prejardhje, pra masdar. Dhe ajo çka dihet o vëllezër se masdari, që në arabisht i thuhet prejardhjes së fjalës, në gjuhën arabe masdari është emër. Kështu thot Ibn Kathiri, ty të lejohet të thuash se fjala e nënkuptuar është folje, por të lejohet gjithashtu të thuash se fjala e nënkuptuar është masdari, pra prejardhja e fjalës, e cila është emër, sipas veprimit që po kryen para saj, qoftë ngritje, ulje, ngrënie, pirje, lexim, abdes apo namaz. Pra thot: فالمشروع ذكر اسم الله في شروع ذلك كله في ذلك كله. Pra thot, ajo çka është e ligjëruar është të përmendet emri i Allahut në fillimin e të gjitha këtyre veprave. Pse? Tabarrukan wa tayammunan wa isti'anatan 'ala al-itmam wa at-taqabbul wallahu a'lam. Kjo për bereqet
për kërkim bereqeti dhe kërkim ndihme për plotësimin dhe pranimin e tyre. Dhe Allahu di më së miri, thotë. Mbaron këtu fjala e Imam Ibn Kathirit. Pra vëllezër nderuam, lejo të thuash se fjala e nënkuptuar është emër, si për shembull, me emrin e Allahut është ngritja ime. Me emrin e Allahut është ulja ime, apo me emrin e Allahut është ngrënia ime, apo me emrin e Allahut është pirja ime. E kështu me radhë. Ngritja, ulja, ngrënia, pirja, gjithë to janë fjalë që janë nënkuptuar dhe janë masdar, pra me është përjardhja e fjalës, e cila në vetvete është emër. Mirë po, sipas dietarëve të nderuar, sikurse Sheikh Uthaymeen dhe Sheikh Sulejman Roheli, thonë në komentimin e këtij libri të bekuar, 3 baza dhe argumentet e tyre, se fjala nënkuptuar në këtë fjali, në fjalën Bismillahirrahmanirrahim, është folje e vonuar dhe e përshtatshme me situatën. Kjo është ajo që shpjeguam edhe herën që kaloi. Se fjala e fshirë dhe nënkuptuar në këtë fjali, në fjalën Bismillahirrahmanirrahim, është folje e vonuar dhe e përshtatshme me situatën. Thot Sheikh Sulejman Roheli, Allahu ruajt, në komentimin e këtij libri, në faqen 39, thot: "Wa min an-nuhati wa ahli al-'ilm man ja'alahu muqaddaran isman, fa qala ma'nahu bismillah ibtida'i." Ndërsa disa gramatikan dhe dietar e konsideruan fjalën e nënkuptuar si emër, duke thënë se kuptimi është me emrin e Allahut është fillimi im. Fillimi pra është emër, nuk është folje. Thot më pas shehu, wal aqwalu mutaqariba. Këto mendime janë të përafërta me njëra tjetrën. Wa in kana al-awla fima yadhhar wallahu a'lam huwa al-awwal. Megjithse thot shehu, më parsor dhe Allahu di më së miri, thot, duket të jetë mendimi i parë. Cili është mendimi i parë? Që fjala e fshehur të konsiderohet një folje vonuar dhe e përshtatshme me situatën. Pse kjo? Lil fawaid adh-dhahira fi dhalik. Për shkak të dobive të qarta që përmban kjo mënyrë shprehje. Mbaron këtu fjala e Sheikh Sulejman Rohelit. Pra vëllezër nderuam, fjala nënkuptuar në këtë fjali, në fjalin Bismillahirrahmanirrahim, është folje e vonuar dhe e përshtatshme me situatën. Në mësimin e kaluar tham se me fjalën e vonuar do të thotë se folja e fshirë e nënkuptuar është e vonuar në rënditje të fjalisë dhe është vendosur në fund të saj dhe jo në fillim. Pse kjo? Kjo për shkak se vendosja në fund të saj jep fjalisë 2 dobi. Dobia e parë, që përmenëm herën që kaloi, është bekimi duke filluar me emrin e Allahut, në mënyrë që fjalia të nisë drejt për drejt me emrin e Allahut dhe asgjë tjetër të mos dalë para tij. Dobia e dytë është për të treguar kufizim. Pse? Sepse në retorikën arabe, vendosja para fjalës dhe emrit të saj në fillim të fjalisë tregon kufizim. Pra, fillimi i fjalisë me bismillah i jep kuptimin fjalisë bismillah, domethënë vetëm me emrin e Allahut po fillojmë. Fjala e nënkuptuar në këtë fjali është folje e vonuar dhe e përshtatshme me situatën. Me fjalën e përshtatshme me situatën, tham herën që kaloi se kjo tregon se kjo folje e vonuar që është e fshirë dhe është e nënkuptuar, nuk është një folje e përcaktuar. Por, ajo varion në varësi të situatës së shprehjesit të fjalës bismillah. Nëse jemi në një situatë që dëshiron me shkruar dhe thua përpara bismillah, atëherë fjala e fshirë e nënkuptuar e përshtatshme në këtë situatë është po shkruaj. Domethënë, me emrin e Allahut po shkruaj. Nëse jeni në një situatë që dëshiron me lexuar dhe thua përpara bismillah, atëherë fjala e fshirë e nënkuptuar e përshtatshme në këtë situatë është po lexoj. Domethënë, me emrin e Allahut po lexoj. E kështu me radhë. Në çdo situatë vendoset një folje vonuar e përshtatshme për atë situatë. Kjo ishte përmbelltazi ajo për të cilën folëm herën që kaloi. Ndërsa sot inshallah do të flasim për disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me besmelen. Thamë në mësimin e kaluar se fjala e nënkuptuar në këtë fjali është folje e vonuar dhe e përshtatshme me situatën. Këtu vëllezër nderuam lind një pyetje. Pse kjo folje që është e vonuar në rënditje nuk është e përcaktuar gjithmonë e njëjtë? Dhe jo të jetë gjithmonë një folje që ndryshon në varësi të situatës. Pse kjo folje që është e vonuar në rënditje nuk është e përcaktuar gjithmonë e njëjtë?
dhe jo të jetë gjithmonë një folje që ndryshon në varësi të situatës. Pse kjo? Për këtë, thot Sheikh Suleiman Ruhaili Allahu ruajt, wa qaddaruhu munasiban wa lam yuqaddiruhu da'iman fi kulli halin bi abda'u. Ata, thot Shehu, domethënë dietarët, gjithashtu e përshtatën foljen sipas situatës dhe nuk e kufizuan gjithmonë me një fjalë filloj, nuk e kufizuan gjithmonë me fjalën filloj, sepse kjo, thot Shehu, li'annahu adallu 'ala al-murad, sepse kjo është më treguese për qëllimin e personit. Sepse kjo është më treguese për qëllimin. Nëse njeriu lexon, atëherë folja e përshtatshme është lexoj. Nëse shkruan, është po shkruaj. E kështu me radhë. Kjo thot Shehu, fa huwa adallu 'ala al-murad. Kjo e bën synimin më të qartë, thot Shehu. Kjo e bën synimin më të qartë. Mbaron këtu fjala e Sheikh Suleiman Ruhailit. Tani linjë pyetje tjetër. Cila është shkaku? Pse është fshirë kjo folje nga fjalia Bismillahirrahmanirrahim? Cili është shkaku? Pse është fshirë kjo folje nga fjalia Bismillahirrahmanirrahim? Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm mëshirëplot. Veni re dallimin ndërmjet asaj që kemi sqaruar më parë në lidhje me shkakun pse kjo folje është e vonuar në rënditjet e fjalisë, dhe ndërmjet pyetjes së tanishme se pse është e fshirë totalisht kjo folje nga fjalia Bismillahirrahmanirrahim. Shkaku pse kjo folje është vonuar në rënditjet të fjalisë është çështje tjetër që kemi sqaruar më parë. Ndërsa urtësia pse është fshirë kjo folje nga fjalia Bismillahirrahmanirrahim është çështje tjetër. Përgjigjen se pse është fshirë folja nga kjo fjali e ka dhënë dietari i madh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja Allahu më shëroft në librin e tij Badai'ul Fawaid, që në shqipi do të thotë dobit e mrekullueshme. Dhe vërtet kjo vëllezër, kjo që do t'ju përcjell për ti, inshallah, është një dobi e mrekullueshme. Ai Allahu më shëroft thot në faqen 43 të këtij libri të bekuar, Badai'ul Fawaid, thot li hathi al-amil fi bismillah fawaid adida. Fshirja e foljes në shprehjen bismillah me emrin e Allahut ka shumë dobi thot. Minha, prej tyre, annahu mawtinun la yanbaghi an yataqaddama fihi siwa dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Prej tyre thot, përse ky është një vend ku nuk duhet të parapri asgjë tjetër përveç dhikrit të Allahut, përmendjes së Allahut. Nëse do të përmendej folja e cila nuk mund të qëndrojë pa vepruesin e saj, kjo do të bindë ndesh me qëllimin. Prandaj, fshirja e saj e bën formën e fjalës të përputhet me kuptimin, në mënyrë, thot, që ajo me të cilën fillohet të jetë emri i Allahut. Shikoni tani çfarë dobi do t'japi Imam Ibn Qayyim el-Jauziyja Allahu më shëroft. Thot, ashtu, thot, siç thua në namaz, Allahu Akbar. Që fjalë për fjalë vëllezër në shqip do thot, Allahu është më i madhi. Më i madhi se kush? Kuptimi është se Allahu është më i madhi se çdo gjë. Por ti këtë fjalë se çdo gjë, por ti nuk e shqipton këtë pjesë në nënkuptuar, thot Imam Ibn Qayyim. Ti nuk e shqipton këtë pjesë në nënkuptuar, pra fjalën se çdo gjë. Ti nuk e shqipton këtë pjesë të nënkuptuar në mënyrë, thot, që fjala në gjuhë të përputhet me synimin e zemrës, që në zemër të mos ketë përmendje tjetër veç Allahut të vetëm. Dhe ashtu, siç është e zhveshur zemra e namazliut nga çdo përmendje tjetër përveç tij, po ashtu zhvishet edhe gjuha e tij, thot. Kjo ishte dobia e parë në fshirjen e kësaj folje. Dobia e dytë që thot, wa minha, një tjetër dobi është se kur folja hiqet, bëhet e mundur që fillimi me bismillah të vlejë për çdo vepër, fjalë dhe lëvizje. Nuk ka një veprim më të denjë, thot, për të se sa një tjetër. Prandaj, fshirja është më e përgjithësuese se sa përmendja e saj. Sepse çfarëdo folje që do të përmendje, ajo që është lënë e nënkuptuar do të ishte më e përgjithshme se ajo. Pra, çfarë thot kjo dobia? Kur folja hiqet, bëhet më e mundur që fillimi me bismillah të vlejë për çdo vepër, fjalë dhe lëvizje.
Kështu mund bëhet më e përgjithshme kjo si vepër. Më pas thot, për dobin tjetër, wa minha an al-hadh ablagh, gjithashtu thot, fshirja është më elokuente. Sepse thot, ai që thot këtë fjalë, sikur pretendon se vetë gjendja dhe përjetimi e bën të panevojshme shqiptimin e foljes. Sepse thot, ai që thot këtë fjalë, sikur pretendon se vetë gjendja dhe përjetimi e bën të panevojshme shqiptimin e foljes. Sikur nuk ka nevojë të thuhet me gojë, sepse vetë gjendja dhe realiteti tregojnë se ky veprim dhe çdo veprim tjetër bëhet vetëm me emrin e tij, të lartë madhëruar. Mbaron këtu fjala e Imam Ibn Qayyim al-Jauziyes, Allahu mëshiroft. Një fjalë ngjashme me këtë fjalë të Imam Ibn Qayyim al-Jauziyes, Allahu mëshiroft, është ajo që ka thënë edhe Imam Taberiu në tefsirin e tij në komentimin e fjalës Bismillahirrahmanirrahim. Unë po ja përcjell këtu për shkak të lidhjes kuptimore të saj me fjalën e Imam Ibn Qayyimit dhe për shkak të lidhjes që i ka bërë Imam Taberiu kësaj fshirje me termin elips që e kam shpjeguar në mësimin e kaluar. Thot Imam Taberiu, Allahu mëshiroft, në vëllimin e parë faqe 112, thot: "Wa dhalika an al-ba min bismillah muqtadiyatun fi'lan yakunu laha jaliban wa la fi'la ma'aha zahir." Thot, kjo sepse shkronja b, pra në shqip para fjala me emrin e Allahut, para fjala me, në fjalim Bismillahirrahmanirrahim, në fjalën me emrin e Allahut, kërkon thot domosdoshmërisht një folje që lidhet me të. Por aty nuk përmendet ndonjë folje e dukshme, thot. Këtu nuk përmendet ndonjë folje e dukshme. Megjithatë thot, dëgjuesit i mjafton njohja e qëllimit të folësit, pa që nevoja që ai të shpreh foljen me fjalë. Çfarë thot? Megjithatë, dëgjuesit i mjafton njohja e qëllimit të folësit, pa që nevoja që ai të shprehet me këtë folje. Kjo, nga që çdo njeri që e thot Bismillah në fillim të një pune, zakonisht e shoqëron atë me ndonjë veprim ose paraprim pa ndërprerje. Gjë që e bën të qartë për dëgjuesin se për çfarë arsye e fillon fjalën me të. Prandaj thot Imam Taberiu, prandaj dëgjuesi nuk ka nevojë të përmendet shprehimisht ajo që është lënë në nënkuptuar. Shiqë që thot tani Imam Taberiu. Kjo është si rasti kur dikush pyet. Thot, kjo është si rasti kur dikush pyet, çfarë hëngre sot? Me akel të liom, thot. Çfarë hëngre sot? Dhe ai përgjigjet, ta'amen, një ushqim. Nuk ka nevojë të thot përsëri hëngra një ushqim. Po i bjen shkurt, thot një ushqim. Nuk thot hëngra një ushqim. Pse thot? Sepse kuptimi tashmë është bërë i qartë nga pyetja paraprake. Kjo është ajo që kam shpjeguar edhe herën që kaloi vëllezër, në termin letrar elips. Në termin letrar elips. Më pas thot Imam Taberiu, kështu kuptohet se kur dikush thot Bismillahirrahmanirrahim, pastaj fillon të lexojë një sure, vet pasimi besmeles. Me leximin e surës tregon kuptimin e asaj. Domethënë, po lexoj me emrin e Allahut, të gjithëmshirshëm, mëshirëplot. Më pas thot, po ashtu kur njeriu thot Bismillah gjatë ngritjes në këmbë, uljes ose veprimeve të tjera, kjo tregon kuptimin e synuar për ti. Sikur të thoshte po ngrije me emrin e Allahut, apo po ule me emrin e Allahut, dhe kështu për të gjitha veprat e tjera. Mbaron këtu fjala e Imam Taberiut, Allahu mëshiroft. Tani dalim në një çështje tjetër. Çështja tjetër që ka lidhje me besmelen, për të cilën do të flasim sot inshallah, është kuptimi i saj në përgjithësi. Kuptimi i fjalës Bismillahirrahmanirrahim. Çfarë do thot Bismillah? Si do qoftë kjo folje që është e fshirë, qoftë me emrin e Allahut për shembull po lexoj, apo me emrin e Allahut po shkruaj, apo me emrin e Allahut po haj etj. Çfarë do thot me emrin e Allahut? Çfarë do thot Bismillah? Që të marrim përgjigjen e kësaj pyetje, duhet fillimisht të kuptojmë domethënien e parafjalës me në gjuhën arabe. Që të marrim përgjigjen e kësaj pyetje, duhet fillimisht të kuptojmë domethënien e parafjalës me në gjuhën arabe. Në librin Mughni el-Labib të Ibn Hishamit, i cili është libër shpjeguesi ndaj foljeve
parafjalëve, lidhësave, pjesësave dhe pasirmëve. Që në arabisht të gjithë këtyre u thuhet harf. Të gjithë këtyre u thuhet harf. Në shpjegimin e parafjalës me thuhet në faqen 137 thot, beja thot, që në shqip i themi me, është një parafjalë që ka 14 kuptime. Më pas thot, në faqen 139 thot, e thalithu al-isti'anatu. E treta, kuptimi i tretë, është kërkimi i ndihmës. Ose thënë ndryshe o vëllezër, vjen në kuptimin e fjalës nëpërmjet apo përmes, sikurse do ta sqarojmë inshallah. Thot, wa hiya dakhilat ala alati al-fi'li. Ajo hyn te mjeti me të cilën kryhet veprimi. Si për shembull thot, nahu katabtu bil qalami. Si në shembujt, shkrova me laps. Pra shkrova nëpërmjet lapsit. Gjithashtu, gdhenda me sëpat. Pra gdhenda nëpërmjet sëpatës. Më pas thot Ibn Hishami, qila wa minhu al-basmala. Është thënë se për këtij kuptimi është edhe besmeleja. Pra fjala bismillah. Pse? لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها. Sepse veprimi nuk realizohet në mënyrë më të plot përveç se me të. Sepse veprimi nuk realizohet në mënyrë më të plot përveç se me të. Mbaron këtu fjala e Ibn Hishamit për dietarëve të gjuhës arabe. Tani them në lidhje me fjalën e Ibn Hishamit, ku thot është thënë se prej këtij kuptimi është edhe besmeleja, pra fjala bismillah, sepse veprimi nuk realizohet në mënyrë më të plot përveç se me të, domethënë. Çfarë thot kjo? Domethënë, veprimi, si për shembull leximi, nëse je duke lexuar, shkrimi, nëse je duke shkruar, ngrënia, nëse je duke ngrënë, e kështu me radhë. Këto veprime nuk realizohen në mënyrë më të plot përveç se me emrat e bekuara të Allahut subhanahu wa taala. Pra, meja në arabisht vjen me kuptimin e fjalës nëpërmjet apo përmes. Një gjë të tillë është edhe në gjuhën shqipe. Në fjalorin e gjuhës shqipe thuhet me përdoret, thot meja është parafjalë. Në fjalorin e gjuhës shqipe me është parafjalë, thot. Përdoret në një emër ose me një përemër në rastin kallëzor për të treguar. Më pas tregon disa kuptime të fjalës me, parafjalës me, tregon disa kuptime dhe më pas thot e gjashta. Pra kuptimi i gjashtë, mjetin me të cilin nëpërmjet të cilit kryhet një veprim a një punë. Më pas tregon disa shembuj, për të cilëve është edhe shembulli që tregon edhe Ibn Hishami, ku ka thënë shkrova me laps. Shkrova me laps. Thuhet në këtë fjalor, e prehu me thik, e çau me sëpat, kohori me drap, e tjerë prej shembujve. Më pas tregon aty një shembull të ngjashëm me atë që ka dhënë edhe Ibn Hishami, thuhet shkruan me laps. Shkruan me laps. Mbaron këtu citimi nga fjalori. Them tani në lidhje me të se kjo është kështu sa i përket kur përdoret një mjet ndihmës. Kjo është kështu sa i përket kur përdoret një mjet ndihmës për të kryer një veprim. Si shkruajta me laps. Kur thu shkruajta me laps, do të thënë me ndihmën e lapsit. Sa për fjalën bismillah me emrin e Allahut, thua se parafjala me është për të treguar kërkimin e ndihmës. Është për të treguar kërkimin e ndihmës. Thënë ndryshe, për të kuptuar nga origjina e saj gjuhësore, pyesim dhe themi, me çfarë e kryen shkrimin apo leximin, apo çfarë do lloj veprimi për të cilin po thua bismillah me emrin e Allahut, me çfarë po e kryen veprimin? Përgjigja me emrin e Allahut. Çfarë thot me emrin e Allahut? Do më thënë, me ndihmën e emrave të bekuara të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër të nderuar, dietari i madh Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Allahu mëshiroft, në tefsirin e surës al-Fatiha, në komentimin e besmeles, në faqen 22 thot: "Wa ma'na bismillahir rahmanir rahim", kuptimi i bismillahir rahmanir rahim, ai aqra'u musta'inan wa mutabarrikan bismillah. Kuptimi i fjalës bismillahirrahmanirrahim thot shehu është lexoj duke kërkuar ndihmë dhe bereqet me emrin e Allahut. Kjo është kur dëshiron të lexosh, thot shehu. Ndërsa gjatë abdesit, kuptimi është marr abdes duke kërkuar ndihmë dhe bereqet me emrin e Allahut. Ndërsa gjatë therrjes së kurbanit,
me emrin e Allahut po therr. Domethënë, po therr duke kërkuar bereqet dhe ndihmë me emrin e Allahut. Mbaron këtu fjala e Sheikh Uthayminit, Allahu mëshiroft. Më parë, përcolla fjalën e Imam Ibn Kathirit nga tefsiri i tij të Besmeles, ku ka thënë: "Fal mashru'u dhikru smillahi fi shuru'i fi dhalika kullihi." Pra, ajo që ka është ligjëruar është të përmendet emri i Allahut në fillim të gjitha këtyre veprave. Pse? Për kërkimin e bereqetit, për kërkimin e ndihmës, për plotësimin dhe pranimin e tyre. Domethënë, për plotësimin dhe pranimin e veprave. Dhe Allah e di më së miri, thot Ibn Kathiri. Mbaron këtu fjala e Ibn Kathirit. Tani dalim në një çështje tjetër që ka lidhje me besmelen. Çështja tjetër që ka lidhje me besmelen dhe për të cilën do të flasim sot inshallah, është sqarimi se tek fjala me emrin e Allahut, fjala emrin është në numrin njerëz në shprehje, por në kuptim është përgjithësues. Dhe se në të hyjnë të gjitha emrat e Allahut subhanahu wa taala. Dietarët, vëllezër nderuar, thonë se fjala me emrin e Allahut, Bismillah, fjala emrin në shprehi është numër njerëz. Në shprehi është në numër njerëz. Por që në kuptim është në numrin shumës, për të dhënë dobi në kuptimit përgjithësues. Pra, kuptimi i fjalëve me emrin e Allahut është me emrat e Allahut. Në shumës, me emrat e Allahut, duke përfshirë këtu çdo emër të Allahut pa përjashtim. Si kjo? Kjo, vëllezër nderuar, nga se fjala emrin është në arabisht mudaf, është i përcaktuar, ndërsa fjala e Allahut është mudaf ilehi, është përcaktor gjinor, pra në rastin gjinore, që tregon përkatësinë. Emri i kujt? I Allahut. Me emrin e Allahut. I kujt? I Allahut. Dhe kur i përcaktuari, i përcaktorit në rastin gjinore, është në numër njerëz në shprehje, ajo vjen në kuptimin përgjithësues në shumës. Kjo është një dobi gramatikore që lë gjurmë në kuptimin e fjalës me emrin e Allahut, Bismillah. Domethënë, kur themi me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm mëshirëplot, kjo do thotë me emrat e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshirëplot. Shembull kuranor në lidhje me këtë dobi gramatikore është në fjalën e Allahut ku thotë: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dhe nëse përpiqeni ti numëroni dhuntitë e Allahut, nuk do të mundi dot ti numëroni. Fjala ni'matallahi në gjuhën arabe, apo si i themi në shqip, nimeti i Allahut, pra mirësia apo dhuntia e Allahut, fjala nimet, ni'me, është në numër njerëz. Por megjithatë, ai e ka kuptimin përgjithësues. Prandaj, dhe në gjuhën shqipe, fjala nimeti i Allahut si është përkthyer, si e përkthyem? Është përkthyer në numrin shumës, dhuntitë e Allahut. Si tham tek përkthimi i ajetit: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", edhe nëse përpiqeni ti numëroni dhuntitë e Allahut, nuk do të mundi dot ti numëroni. Megjithëse në arabisht aty nuk është dhuntitë e Allahut, pra në numrin shumës, por si është dhuntinë e Allahut. Mirë, po duke qenë se ky rregull gramatikor lë kuptim përgjithësues dhe duke qenë se dhuntitë e Allahut janë të panumërta, prandaj u përkthye dhuntitë e Allahut, pra në shumës. Thot dietari i madh Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Allahu e mëshiroft, në tefsirin e surës Al-Fatiha në komentimin e Besmeles në faqen 22, thot: "Wasmun huna mufrad." Fjala emrin këtu është në njerëz. Lakinnahu mudaf, por thot shehu është mudaf, në një lidhje përcaktimore, është i përcaktuari. Wa lafdhul jalalati mudafun ilayhi, ndërsa emri i madhështisë Allah është mudaf ilayhi, pra është përcaktuar në rastin gjinor. Yaqulu al-ulama, thot shehu, dietar thon: "Inna al-mufrad al-mudaf yufidu al-umum." Dietar thot shehu, dietar thon se emri në numrin njerëz kur është mudaf, pra është në lidhje përcaktimore me përcaktuesin, kur është mudaf, ajo i jep kuptim përgjithësues. Përgjithësues. Pra, tregon për të gjitha dhe jo vetëm për një, thot shehu.
yadullu ala kulli shay'in wa laysa ala wahidin faqat. Pra thot shehu tregon për të gjitha dhe jo vetëm për një. Më pas jep shembull gjuhësor shehu, atë që përmendëm edhe më parë. Thot shehu, qala Allahu Ta'ala, ka thënë Allahu i lartësuar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe nëse përpiqeni ti numëroni dhuntit Allahut, nuk do të mundi dot ti numëroni. Thot shehu, wa shahid ni'ma mufrad. Fjala dëshmuese këtu te ky ajet është fjala ni'ma, mirësi apo dhunti, apo si i themi në gjuhën shqipe, nimet. Fjala kjo që vjen nga arabishtja, e cila thot shehu është mufrad, është në njëjës. Wa ma'a dhalik ni'amallahi la tuhsa wa la hasra laha. Megjithatë thot shehu, mirësitë e Allahut janë të panumërta dhe pa kufi. Megjithatë, mirësitë e Allahut janë të panumërta dhe pa kufi. Më pas thot shehu, dietarët kanë thënë se emrin e Allahut, në fjalën me emrin e Allahut, këtu përfshin të gjitha emrat e Allahut. Pra kur thua bismillah, është sikur kërkon bereqet dhe ndihmë me çdo emër prej emrave të Allahut, dhe jo vetëm me një emër të vetëm. Dhe jo vetëm me një emër të vetëm. Mbaron këtu fjala e Sheikh Uthayminit, Allahu mëshiroft. Gjithashtu vëllezër nderuar, thot Sheikh Sulejman Ruhaili, Allahu ruaj, shpjegimin e këtij libri të bekuar në faqen 39, thot wasmun fi qawlihi bismillah ismun mufrad wa huwa mudaf. Fjala emrin në fjalën e tij me emrin e Allahut është një emër në numër njës dhe është mudaf, ndërsa emri i madhështisë Allah është mudaf ilehi. Pra gjuhësisht në gramatikën shqipe i thuhet përcaktori në rastin gjinore. Emri në numër njës, thot shehu, kur hyn në lidhje përcaktimore me emrin e Allahut, pra emrin e Allahut përfshin, thot shehu, të gjitha emrat. Fa bismillah ya'um jami'a asma'illah. Prandaj thot shehu, bismillah përfshin të gjitha emrat e Allahut. Ka'annahu yaqul bi kulli ismin lillahi ta'ala aktub. Sigur njeriu po thot me çdo emër të Allahut të lartësuar po shkruaj. Wa 'indama taqul bismillah ismu mufrad, thot shehu. Kur thua bismillah, fjala emër është emër në numër njës dhe Allah është mudaf ilehi. Është sikurse kemi në kuptuar fjalën çdo. Kështu që kuptimi është me çdo emër të Allahut. Kjo përfshin të gjitha emrat e bukura të Allahut. Pra kuptimi është me çdo emër të Allahut të lartësuar po shkruaj. Mbaron këtu fjala e Sheikh Sulejman Ruhailit, Allahu ruaj. Çështja tjetër, vëllezër nderuar, që ka lidhje me besmelen dhe për cilin inshallah do të flasim sot, është kuptimi i emrit Allah. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm mëshirëplot. Çfarë do thot Allah? Çfarë do thot Allah? Përgjigjja në lidhje me të është se emri Allah vjen me përjardhje nga fjala ilah, që do thot i adhuruar. Thot Imam Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, në tefsirin e tij, vëllimin e parë faqe 184, në komentimin e besmeles, thot wa qad istadalla ba'duhum ala kawnihi mushtaqqan bi qawlihi. Thot, disa prej tyre, domethënë prej dietarëve të gjuhës, janë argumentuar se ai, pra emri Allah, është i përjardhur, domethënë ka një rënë gjuhësore me përjardhje. Duke u mbështetur në fjalën e tij, në fjalën e Allahut, wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi. Dhe ai është Allahu në qiell dhe në tokë. Çfarë thot kjo? Thot Imam Ibn Kathiri, ej el ma'budu fi samawati wal ard, domethënë i adhuruari në qiell dhe në tokë. Kema qal, ashtu siç ka thënë Allah subhanahu wa taala në ajetin tjetër të surës Zukhruf, thot wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilah. Dhe ai është në qiell që është ilah dhe në tokë është ilah, pra i adhuruar. Pra vëllezër nderuar, në ajetin wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi, dhe ai është Allahu në qiell dhe në tokë, a do thot se Allahu është me qenien e tij në qiell dhe në tokë? Përgjigjja është jo, sepse Allahu na ka bërë të qartë në ajete të shumta se ai është i lartësuar mbi arsh. Mirë po, kuptimi i këtij ajeti në surën Al-An'am kuptohet nga rënja gjuhësore e emrit Allah, që është ilah, pra i adhuruar. Ashtu si kurse ka ardhur në ajetin tjetër në surën Zukhruf ku thuhet wa huwa alladhi fi samai ilahun wa fil ardi ilah. Dhe ai është që në qiell është ilah dhe në tokë është ilah, pra i adhuruar. Është i adhuruar në qiell, është i adhuruar në tokë.
Pra ajetet shpjegojnë njëra tjetrën. Thot më pas Imam Ibn Kathiri Allahu më shiroft, wa naqala Sibawayhi 'an al-Khalil anna asluhu ilah mithlu fi'al fa udkhilat al-alif wal lam badala min al-hamza. Gjithashtu Sibawayhi ka përcjellur, thot Imam Ibn Kathiri, Sibawayhi ka përcjellur nga al-Khalil se forma e tij fillestare ishte ilah. Sipas modelit gjuhësor, fi'al, pasaj u futën elifi dhe lami në vend të hemzës. Më pasat, qale Sibawayhi mithlu nas asluhu unas. Sibawayhi ka thënë, thot Imam Ibn Kathiri, njësoj si fjala në trajtën e shuar an-nas, njerëzit, forma fillestare në trajtën e pashuar e së cilës është unas. Mbaron këtu fjala e Imam Ibn Kathirit. Them, lidhje me këtë fjalë, më parë tharë se emri Allah vjen me përjardhje nga fjala ilah, që do thot i adhuruar. Kjo fjalë që kam thënë në vetvete përmban dy gjëra. Kjo fjalë përmban në vetvete dy gjëra. E para është se emri Allah vjen nga fjala ilah. E dyta është se fjala ilah do të thot i adhuruar. Edhe një herë. E para është se emri Allah vjen nga fjala ilah. E dyta është se fjala ilah çfarë do thot? Do të thot i adhuruar. Tani kthehemi tek fjala që ka përcjellur Imam Ibn Kathiri nga Sibawayhi dhe al-Khalil, të cilët janë përdietare të gjuhës arabe. Në fjalën e tyre tregohen dy gjëra që i përmendëm më parë. E para, sqarohet kuptimi i fjalës ilah. Si kjo? Thuhet në këtë që ka thënë Ibn Kathiri, duke përcjellur nga Sibawayhi dhe al-Khalil, forma e tij fillestare ishte ilah, sipas modelit gjuhësor fi'al. Çfarë thot kjo vëllezër? Apo çfarë do me thënë ky imam me fjalën se forma e tij fillestare ishte ilah sipas modelit apo formës fi'al? Në këtë tekst sqarohet kuptimi i fjalës ilah. Mirë, po kjo vëllezër ka të bëjë me morfologjinë. Dhe duke qenë e tillë, prandaj dhe po sqaroj përmbledhësi sipas shkencës së morfologjisë. Morfologjia vëllezër është fjalë me origjinë greke, nga fjala morfo, që thot formë. Shkenca e morfologjisë studion në lidhje me formën dhe strukturën e fjalës, ndryshe nga shkenca e sintaksës, që studion strukturën e fjalisë, jo të fjalës. Kur studiohet forma e fjalës, ndonjëherë vetë forma tregon për një kuptim, si për shembull, pa punësi, pa kënaqësi, pa besimtar, etj. Struktura e këtyre fjalëve tregon për mungesë të diçkaje, që në rast konkret tek këto shembuj është mungesa punësisë, kënaqësisë dhe besimit. Po ashtu, edhe në gjuhën arabe, disa forma të fjalëve tregojnë për kuptimin. Disa forma të fjalëve tregojnë për kuptimin. Fjalët me formë të ngjashme me modelin gjuhësor fi'al tregojnë për një veprim të kryer mbi të. Pra, vjen në kuptimin e formës pësore të një veprimi. Për shembull, fjalët në gjuhën arabe, kitab, firash, bina, giras, të gjitha këto kanë një strukturë dhe formë, në formën fi'al, që tregon për një veprim të kryer mbi të, për një formë pësore. Këto fjalë, nga vetë forma e strukturës së fjalës në arabisht tregojnë për një veprim të kryer mbi të. Po ashtu edhe fjala ilah, pra i adhuruar, është në modelin gjuhësor fi'al, të formës pësore që tregon një veprim të kryer mbi të. Kjo ishte gjëja e parë që tregohet në fjalën që ka përcjellur Imam Ibn Kathiri nga Sibawayhi dhe al-Khalil. Cila është kjo? Është sqarimi i kuptimit të fjalës ilah, i adhuruar. Pra, çfarë thot fjala ilah? U sqarua se do thot i adhuruar. Okej, e morëm vesh se fjala ilah do thot i adhuruar. Tani, na vërteton se emri Allah vjen nga fjala ilah. Për këtë do të flasim tek pika 2. E dyta, gjëja e dytë që tregohet në fjalën që ka përcjellur Imam Ibn Kathiri nga Sibawayhi dhe al-Khalil, nga dietarët e gjuhës, është sqarimi se emri Allah vjen nga fjala ilah. Në të thuhet Sibawayhi ka përcjellur nga al-Khalil se forma e tij fillestare ishte ilah, sipas modelit gjuhësor fi'al, pastaj u futën nyjet shuese elif dhe lam në vend të hemzës.
Sibawayhi ka thënë njësoj si fjala në trajtin e shquar an-nas, forma fillestare, në trajtin e pashuar të së cilës është unas. Çfarë thotë kjo vëllezër? Sibawayhi përcjell nga El Khalil, të dy këto dietar të mëdhenj të gjuhës. Sibawayhi përcjell nga El Khalil se forma fillestare e këtij emrit Allah ishte ilah. Sipas modelit gjuhësor, fjalë që serohen më para. Më pas në këtë fjalë hyn njëa shuese el, e cila përbëhet nga dy shkronja, elifi dhe lami. Me hyrjen e njëjës shuese el, hemzja i në fillim të fjalës ilah u hoq. Hiqet hemzja i. Dhe fjala si mori formën që njohim edhe sot, Allah. Qose heqim ilah, heqim in, shtojmë një shquese el, atëherë eja bëhet a dhe kështu shndrohet në Allah. Për ta kuptuar më lehtë këtë rregull, dietarët sikurse Sibawayhi japin shembullin e fjalës unas, që thot njerëz. Japin shembullin e fjalës unas, e cila është në numrin shumës. Kur kjo fjala unas, kalon nga trajta e pashquar në trajtin e shquar, hiqet e hemzja u. Unas u, hiqet uja. Dhe hyn në të njëja shuese en dhe shndrohet an-nas. Ashtu sikurse quhet surja fundit në Kur'an, surja an-nas. Ky është kuptimi i asaj që ka përcjellur Imam Ibn Kathiri nga këto dy dietar të gjuhës, i Sibawayhi dhe El Khalil. Kjo vëllezër të nderuar tregon për madhështinë e gjuhës arabe. Dhe për ruajtjen e saj, gjë të cilën e kanë pranuar edhe armiqtë e Islamit. Madje, një komentues i Biblës, gjatë komentimit të Biblës, është kthyer për të kuptuar emrin e Zotit të tij, që është përmendur në Bibël, është kthyer tek gjuha arabe. Adam Clark, komentuesi i hershëm i Biblës, është kthyer në gjuhën arabe për të kuptuar versetin e parë të Biblës, për të arritur në origjinën e fjalës Elohim, që në Biblën hebraike quhet Zoti. Si quhet Zoti në Biblën hebraike? Elohim. Në versetin e parë të Biblës thuhet, Elohimi në fillim krijoi qiellin dhe tokën. Elohimi pra Perëndia, në fillim krijoi qiellin dhe tokën. Ai tani, Adam Clark, në komentimin e fjalës Elohim, del në konkluzionin se origjina e emrit Elohim në hebraisht është fjala arabe ilah, që do thotë i adhuruar. Si kjo? Mbrapashtesa tek emri Elohim, mbrapashtesa im është mbrapashtesë që tregon për madhërim. Sikur se thuhet në Kur'an për shembull, ne kemi zbritur Kur'anin. Fjala ne përdoret për madhërim. Po ashtu edhe kjo mbrapashtesë im tek fjala Elohim, kështu që mbetet vetëm fjala ilah. Tani, ky dietari i hershëm i krishterë, Adam Clark, thotë se gjuha hebreje është gjuhë motër e gjuhës arabe, dhe duke qenë se gjuha vjetër hebreje ka humbur, andaj kthehemi gjuhës motër të hebraishtës, që është arabishtja. Kështu, ai del në konkluzion se kjo fjalë e ka origjinën nga arabishtja, që do thotë ilah, pra i adhuruar. Kjo, sikur u thash vëllezër, tregon për madhështinë e kësaj gjuhe dhe për ruajtjen e fesë islame, që njerëzit të njohin Zotin e tyre me fakte dhe argumente. Sikur se ka thënë Allahu i lartësuar, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ne e kemi zbritur Kur'anin në arabisht që ju të logjikoni, domethënë të kuptoni. Tani, le të kthehemi sërish në komentimin e emrit Allah. Në lidhje me kuptimin e emrit Allah, thot Sheikh Suleiman Ruhaili, Allahu ruhet, në shpjegimin e këtij libri të bekuar tek Besmele në faqen 39, thot Allah ismu min asma'illahil husna. Allahu është një nga emrat e Allahut të bukur. Wa huwa 'inda kathirin min al-ulama ismullahi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab. Dhe sipas shumë dietarë thotë shehu, është emri më i madh i Allahut, me të cilin kur lutet robi, Allahu i përgjigjet. Wa hadha al-ism la yutlaqu illa 'ala Allahi 'azza wa jall.
Ky emër thotë shehu përdoret vetëm për Allahun e plotfuqishëm. Wala yusamma bihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe askush tjetër nuk quhet me të përveç Allahut të lartësuar nga xhenet. Wa huwa ismun tatba'uhu jami'u al-asma. Ky është emër të cilin e ndjejnë të gjitha emrat e tjerë thotë. Mesela, për shembull thotë shehu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq janë prej emrave të Allahut. Thuhet Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq janë prej emrave të Allahut. Mirë po thotë shehu, wala naqul Allah min asma'i Rahman. Por thotë shehu, nuk themi Allahu është prej emrave të Rahmanit, sepse të gjithë emrat ndjekin emrin Allah, ndërsa emri Allah nuk ndjek emrat e të tjerë. Thotë shehu, wa hadha waridun fil Quran. Kjo përmendet edhe në Kur'an, ke qawlihi ta'ala, si në fjalën e Allahut të lartësuar, wa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahada, huwa ar-Rahmanur Rahim. Ai është Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç tij, i gjithdijshmi, i të fshehtës dhe të dukshmës. Ai është i gjithëmëshirshëm, është i plotë. Pra, përmendet fillim huwa Allahu, ai është Allahu. Më pas përmendet i gjithdijshmi, i të fshehtës dhe të dukshmës. Ai është Rahmani dhe Rahimi. Është i gjithëmëshirshëm, është i ploti. Më pas thuhet huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ai është Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç tij. Më pas përmenden disa emra. Thuhet më pas Al-Malikul Quddusu Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. I pasër është Allahu nga çfarë i shoqërojnë atij. Më pas thotë shehu, faja'ala azza wa jall asma'uhu 'alim al-ghaibi wash-shahada. Pra Allahu i plotfuqishëm thotë shehu, i ka bërë emrat e tij, i gjithdijshëm, i të fshehtës dhe të dukshmës, i gjithëmëshirshëm, është i ploti, të vinë pas emrit të Allah, sikur të jetë cilësia e tij. Kadhalika al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min. Po ashtu thotë shehu, al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin, të gjitha këto emra ndjekin emrin Allah, vin pas emrit Allah. Wa hadha, thotë shehu, yadullu ala azimi hadha al-ism. Kjo tregon për madhështinë e këtij emri, alladhi yusamma bihi Allahu azza wa jall, me të cilin quhet Allahu i plotfuqishëm. Wallahu, thotë shehu, Allahu huwa al-ma'luh. Allahu do të thotë al-ma'luh, i adhuruar, pra nga fjala ilah. وهو المعبود المستحق لإفراده بالعبادة. Pra, ai që meriton të veçohet me adhurim. Thotë shehu, وقد جاء بيان هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى. Shpjegimi i këtij kuptimi ka ardhur në librin e Allahut, ku thotë Allahu i lartësuar, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri. Thotë Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, vërtet unë jam Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç meje. Prandaj më adhuro mua dhe fale namazin për kujtimin tim. Fjala e Allahut, unë jam Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç meje, pra i adhuruari me të drejtë. Kush jam unë? I adhuruari me të drejtë. Fa'budni, prandaj më adhuro mua. Pse? Sepse vetëm ai meriton të veçohet me adhurim. Thotë shehu, fa hadha ma'na Allah wa huwa nassun fil Quran. Ky është kuptimi i emrit Allah dhe kjo është citat i qartë në Kur'an. Mbaron këtu fjala e Sheikh Sulejman Ruhailit, Allahu ruajt. Çështja tjetër që ka lidhje me besmelen dhe për cilën do të flasim sot inshallah, është kuptimi i dy emrave të Allahut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, të përmendur në besmele. Këto dy emra, vëllezër të nderuar, tregojnë për cilësinë e mëshirës të Allahut të lartësuar nga xhenet. Të dy këto emra e kanë përardhjen nga fjala rahme, pra mëshirë. Dietarët thonë se këto dy emra hynë në rregullin i cili thotë idha ijtama'at iftaraqat wa idha iftaraqat ijtama'at. Kur bashkohen, ndahen dhe kur ndahen bashkohen. Çfarë do thotë ky rregull? Kur bashkohen, ndahen dhe kur ndahen bashkohen. Çfarë do thotë? Domethënë, kur bashkohen në një tekst të vetëm, ndahen në kuptim, dhe kur ndahen, do më thënë se cila përmendet në tekst më vete, atëherë ato dy bashkohen në kuptimin e tyre. Thot dietari i madh Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Allahu mëshiroft, në komentimin e surës Al-Fatiha, në faqen 46 thot: "Qawluhu ta'ala Ar-Rahmanir Rahim",
Fjala e Allahut lartësuar Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman është cilësi, thot, sifatun li lafdhil jalala, është cilësi e Allahut, është cilësi e emrit të madhështisë Allah. Ndërsa Ar-Rahim sifatun ukhra. Ar-Rahim është një cilësi tjetër e tij. Ar-Rahman është ai që ka mëshirë të gjerë, ndërsa Ar-Rahim është ai mëshira të cilit arrin të krijesat. Pra, Ar-Rahman tregon cilësinë e tij, ndërsa Ar-Rahim tregon veprimin e tij. Thotë shehu më pas, duke treguar rregullin që ju përmendëm më parë. Walau annahu ji'a bir-Rahman wahdahu aw bir-Rahim wahdahu la shamila al-wasf wal-fi'l, thotë shehu. Sigur të përmendej vetëm emri Ar-Rahman ose vetëm emri Ar-Rahim, do të përfshinte si cilësinë, po ashtu edhe veprimin. Mirë po, kur përmenden së bashku, atëherë Ar-Rahman shpjegohet se ajo është cilësi e tij, cilësi e Allahut, ndërsa Ar-Rahim se është veprimi i tij. Mbaron këtu fjala e Sheikhut Theminit, Allahu mëshiroft. Po ashtu, Imam Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu mëshiroft, ka thënë në librin e tij Badai'ul Fawaid në vëllimin e parë faqe 42, thotë: "Wa amma al-jam' بين الرحمن الرحيم ففيه معنى وهو أحسن من المعنيين اللذين ذكرا." Thot, sa i përket bashkimit ndërmjet dy emrave, Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, në të ka një kuptim që është më i bukur se dy kuptimet që u përmenden. Domethënë nga fjala që ka cituar më parë Imam Ibn Qayyim el-Jauziyja, jo ajo që përcollet nga Sheikhu Themini. Cili është ky kuptimi i bukur? Wa huwa, ai është Ibn Qayyim. Ar-Rahman dalun ala sifa al-qa'ima bihi subhanahu. Ar-Rahman tregon për cilësinë e mëshirës që është në qenien e tij, qenien e Allahut të pastër nga çdo mëmet. Ndërsa Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Ndërsa emri Ar-Rahim tregon për lidhjen e kësaj mëshire me atë që mëshirohet. Më pas thot, fa kana al-awwal lil-wasf wa-thani lil-fi'l. Kështu i pari lidhet me cilësinë. Pra emri Ar-Rahman lidhet me cilësinë. Wa-thani lil-fi'l, ndërsa i dyti, pra Ar-Rahim, me veprën. I pari tregon se mëshira është cilësia e tij, ndërsa e dyta thot tregon se ai mëshiron krijesat e tij me mëshirën e tij. Wa idha aradta fahma hadha fata'ammal qawlahu, thot Ibn Qayyim, nëse dëshiron ta kuptosh këtë, medito fjalën e tij, fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot: "Wa kana bil mu'minina rahima." Dhe ai është Rahim, i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Dhe fjalën e Allahut subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Ai është ndaj tyre, ndaj besimtarëve i butë dhe Rahim, i mëshirshëm. Më pas thot Ibn Qayyim: "Wa lam yaji' qat Rahmanun bihim." Nuk ka ardhur kur shprehja ai është Rahman ndaj tyre. Më pas thot fa ulima anna Rahman huwa al-mawsuf bi rahma. Kështu u kuptua se Rahman është ai që përshkruhet, cilësohet me mëshirë, ndërsa Rahim është ai që mëshiron me mëshirën e tij. Dhe thot Ibn Qayyim: "Wa hadhihi nuktatun la takadu tajiduha fi kitab." Kjo është një dobi e hollë dhe e thellë që zor se e gjen në ndonjë libër. Dhe kjo është dobi madhështore. Prandaj edhe ju përcolla nga Imam Ibn Qayyim el-Jauziyja. Dhe gjithashtu Sheikhu Themini, Allahu mëshiroft, e ka përmendur, e ka marrë nga fjala e Imam Ibn Qayyim el-Jauziyjas. Gjithashtu, prej gjërave që duhet me ditur në lidhje me këto dy emra të Allahut është se nuk lejohet që ndokush të quhet me emrin Ar-Rahman, ndryshe nga emri Rahim, nga se lejohet që ndokush të cilësohet me këtë emër. Thot Sheikhu i nderuar Sheikh Sulejman Ruhaili, Allahu ruajt, në komentimin e këtij libri faqe 40, thot: "Ar-Rahman ismun min asma'illahi." Ar-Rahman është emër për emrat e Allahut. Wa huwa mukhtassun billahi azza wa jall. Dhe ai është i veçantë vetëm për Allahun e plotfuqishëm. Wa la yutlaqu fil islami illa ala Allah. Në Islam nuk përdoret për askën tjetër përveç Allahut. Askush nuk duhet apo askush nuk quhet kur me emrin Ar-Rahman, sepse ai është emër i posaçëm vetëm për Allahun e lartësuar nga çdo mëmet. War-Rahman ma'nahu al-muttasifu bir-rahma, thot shehu. Ar-Rahman çfarë thot? Do thot ai që përshkruhet është i cilësuar me mëshirë të gjerë. Sikur se ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa rahmati wasi'at kull shay." Dhe mëshira ime ka përfshirë çdo gjë.
Thot që ju, Ar-Rahman do thot ai që përshkruhet me mëshirë të gjerë dhe madhështore, e cila ka përfshirë çdo gjë dhe çdo qenie të gjallë. Pra, mëshira e Allahut është e gjerë për çdo gjë të gjallë. Sa për emrin Ar-Rahim, thot që ju, fa huwa ismun yutlaku ala Allahi azza wa jall wa yutlaku ala ghayrihi. Sa për emrin Ar-Rahim, ai është emër që përdoret si për Allahun e plotfuqishëm, po ashtu edhe për të tjerë. Mund të përdoret edhe për njerëzit, si në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ju erdhi një i dërguar nga mesi juaj, i rëndon atij ajo që ju mundon ju, dhe është i kujdesur ndaj jush. Më pasot, bil mu'minin raufur rahim, dhe ndaj besimtarve është i butë dhe rahim, i mëshirshëm. Thot që ju, kështu Allahu e përshkroi profetin e tij sallallahu alaihi wasallam me këtë cilësi, pra me rahim, i mëshirshëm. Pra ky përshkrim përdoret si për Allahun, po ashtu edhe për të tjerë. Thot që ju, wa ma'na ar-rahim, kuptimi i emrit ar-rahim është dhur-rahma al-wasila, ai që e çon dhe përcjell mëshirën e tij. Ndërsa Ar-Rahman dhur-rahma al-wasi'a, ndërsa Ar-Rahman është ai që ka mëshirë të gjerë. Allahu azza wa jall është Rahim, është Rahman, wa huwa subhanahu yusilu rahmatahu. Ai i lartësuar nga çdo mëtet, ja përcjell mëshirën e tij kujt të dojë. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun. Ai ndeshkon këtë doj dhe mëshiron këtë doj, dhe tek ai do të ktheheni. Fallahu yusilu rahmatahu ila man yasha. Pra, Allahu thot që ju e përcjell mëshirën e tij kujt të doj. Walidhalika qala al-ulama, prandaj dietarët kanë thënë Ar-Rahman dhur-rahma al-wasi'a. Ar-Rahman është ai që ka mëshirë të gjerë që përfshin të gjitha krijesat. Besimtar dhe jo besimtar, njerëz dhe gjin, kafshë të tjerë. Ndërsa Ar-Rahim është ai që ka mëshirë të veçantë për besimtarët, të cilën u përcjell robërët e tij besimtar. Mbaron këtu fjala e Sheikh Sulejman Ruhelit, Allahu ruajt. Çështja tjetër dhe e fundit që ka lidhje me besmelen dhe për cilin do të flasim sot inshallah është urtësia në përmendjen e këtyre dy emrave Ar-Rahman, Ar-Rahim, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot në besmele. Dhe cila është dobia në lidhje ndërmjet këtyre dy emrave. Sa i përket urtësisë në përmendjen e këtyre dy emrave Ar-Rahman, Ar-Rahim, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplot në besmele, kjo është për shkak se mësimi i Kur'anit është prej mëshirës së Allahut. Dhe kur njeriu thot me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplot, sigur ai po i kërkon Allahut prej mëshirës së tij, që t'ia mësoj Kur'anin, apo në rastin tonë konkret në libër, në këtë libër, që Allahu ta mësoj atë që përmban ky libër prej mësimeve kuranore. Nga se çështjet që ka përmendur autori Allahu më shoft në këtë libër janë përfituar nga Kurani i Madhërisëm. Vëreni o vëllezër, këto dy ajete që do ju citoj lidhen me mësimin e Kuranit dhe mëshirën e Allahut. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, në surën Ar-Rahman, thot në ajetin e parë dhe të dytë, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. I gjithë mëshirshmi i mësoi Kur'anin. I mësoi, do të thonë njeriu Kur'anin. Gjithashtu në surën Al-A'raf thot Allah subhanahu wa taala, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dhe kur të lexohet Kur'ani, dëgjoni me vëmendje dhe heshni në mënyrë çfarë që të mëshiroheni, në mënyrë që të mëshironi. Të mëshironi me çfarë? Me mësimin e Kur'anit. Pra Kur'ani, sikurse tek ajeti më parëshëm, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. I gjithë mëshirshmi i mësoi njeriu Kur'anin. Pra Kur'ani është baza e diturisë. Dhe kjo tregon lidhjen e madhe ndërmjet mësimit të diturisë dhe mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Andaj me këtë na bëhet e qartë përshtatshmëria e përmendjes së saj në besmele. Sa i përket se cila është dobia në bashkimin ndërmjet dy emrave të Allahut
të gjithë mëshirshëm më shplot në besmele. Për këtë thot Imam Ibn Qayyim al-Juzeyri Allahu më shoft në librin Badai' al-Fawaid, duke përcjellur fjalën e Suhail se ka thënë: "Wa fa'idatul jam' bayna sifatayn ar-Rahman ar-Rahim al-inba'u an rahmatin 'ajila wa ajila aw khassa wa 'ama." Dobia e bashkimit mes dy cilësive, dy emrave të Allahut, Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, i gjithë mëshirshëm më shplot, është të tregojë po një mëshirë të menjëhershme, pra në këtë botë, dhe të mëvonshme, pra në ahiret, ose për një mëshirë të veçantë, pra për besimtarët, dhe të përgjithshme për të gjithë krijesat. Dhe zënëruar, mos e koncentroheni zgjati këtë komentim, mos e koncentroheni teprim, nga se kjo është diçka që ndihmon në kuptimin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Nga se besmeleja është pjesë e Kur'anit. Kurse Allah subhanahu wa taala çfarë thot në Kur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. A nuk po meditojnë në Kur'an? Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Sikur ajete ishin nga dikush tjetër përveç Allahut, atëherë do të gjenin në të mospërputhje të shumta. Jo vetëm kaq, por gjithashtu, kjo është meditim në emrat dhe cilësitë e Allahut, gjë e cila është për synimin e të krijimit. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an? Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun. Allahu është ai i cili ka krijuar 7 qiell dhe po aq toka. Yatanazzalu al-amru bainahun. Urdhri i tij zbret ndërmjet tyre. Pse? Li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Që ju ta dini se Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë dhe se Allahu ka përfshirë çdo gjë në dijen e tij. Kjo, vëllezër, është e rëndësishme, meditimi në këto emra, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shplot, është meditim si në librin e Allahut, si edhe në emrat e Allahut. Gjithashtu komentojmë edhe fjalën e shehut Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabit. Kjo ishte përmbledhja e asaj që doja të thoja sot. Herën tjetër, inshallah, do të dalim direkt në fjala e shehut i'lam rahimakallah ennehu yajibu alejna ta'allumu arba'i masail. Di Allahu të mëshiroft se ne e kemi për obligim të mësojmë 4 çështje. Herën tjetër, inshallah, do hyjmë në shpjegimin e këtyre fjalëve. Mbyllim me kaq. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.